Për ndodhi të çuditshme që i ndodhin dikujt zakonisht gratë e mahallës thojnë, koka nana e vakive. Edhe Kosova në këtë rast është nana e vakive. Për shembull, një koran që nga mosha e tij 6 vjeçare është rritur në Kosovë dhe ende vazhdon jetën në mesin e shqiptarëve. Diçka jo e zakontë në Kosovë, pasi ai pjesën më të madhe të jetës së tij e kaloi në vendin tonë, ndërsa Korenjo Gore e ka vizituar vetëm 2 herë. Për herë të parë, Songho Daniel erdhej në Kosovë në vitin 2002 së bashku me familjen e tij. Ishte fluturimi i parë me aeroplan që bëri jashtë vendlindjes së tij Koreas Jugore. Po, në Kosovë kom ardhur për herë të parë në 2002, isha 6 vjeçar, dhe nuk kom ditur çfarë vendi është ose ku është, dhe ishte hera e parë që udhtoj jashtë Koreas, sepse Korea është i gadishur, dhe mbi Koreas Jugore është Korea Veriore, i cilin nuk mund të kaloj. Kënd hera e parë që hypi në aeroplan, kom ardhur në Kosovë, me njerëz të ndryshme, vendi ndryshëm, me gjuhën e ndryshëm, edhe u kanë pak si eksperiencë e re. Në moshën 6 vjeçare ai filloi klasën e parë në shkollën fillore Iliria në Prishtinë. Në mesin e shumë nxënësve shqiptar, ishte koreani i vetëm, diçka jo e zakontë në Kosovë. Prej klasës parë dhe klasën e 6 isha në shkollën fillore Iliria, edhe mësuesja e ka pas emrin mësuesja Nazmie Rama, edhe në fillim nuk kom ditë gjuhën shqipe, edhe ajo më ka ndihmuar shumë për me mësu gjuhën shqipe, edhe gjithashtu edhe shokët e mi të klasës. Edhe ndoket që sepse unë isha vetëm i korean në atë shkollë bashkë me vllahën, edhe ndoket ata ishin pak si i habitur që jam të mësu aty. Fjala e parë që kom mësu, mendoj u kon faleminderit dhe banjo. Daniel na trego pak a shumë eksperiencë me nxënësit shqiptarë, sa të kanë pritë, sa të lujt me ta, sa kanë qenë shoqërueshëm, edhe si ndjen në mesin e tij. Në fillim, sepse nuk kom ditur gjuhën shqipe, kemi flasur më shumë me trup, me gjestje, por nuk kemi pas problem. Dhe në fillim, më shumë kemi luajtur se sa me bo bisedimet, por më vonë pas që kom mësuar gjuhën shqipe, kom vizituar të shtëpia e shokut, ndonjëherë nëna e tij ka përgatitur ushqim, nuk më kujtohet që shukon emri, por ai din orizi me qumsht që është, ato më ka përgatitur që moj mend, edhe kemi lezuar librat, edhe pjesët që se kom kuptu, ai më ka shpjeguar. Edhe për nxënësit shqiptar, kalimi nga shkolla fillore në shkollën e mesme nuk është aq i lehtë. Duke pasur parasysh që në atë shkollë ke kaluar 9 vite me të njëjtit nxënës dhe mësimdhënës. Po në cilën shkollë të mesme vjoi Songho Daniel mësimet dhe si e kaloi këtë periudhë? Po, shkollën e mesme kom vazhduar në Prishtina High School, është vendosur në Matiqan, edhe është shkollë që mëson në gjuhën angleze, dhe mësuesit janë krejt amerikan ose prej Skotlandës. Dhe vetëm mësuesja e gjuhës shqipës është shqiptar. Nuk kom pasur ndonjë problem, krejt më kanë pritur mirë. Prit nga herë prej orës. Jam kohë shumë zënë si mirë. Ka ndodhur të pa detyra. Po, normal, gjithmonë. Detyrat zakonisht i bësha në shkollë, sepse nuk u kanë shumë e vështirë. Lënda më e dashur për të ishte matematika, po lënda e gjuhës shqipe? Lënda që më ka pëlqyer më shumë ishte matematika. Po, matematika ishte diçysh lehtë me krahasim me tjetër lëndë. Me krahasim me gjuhën shqipe?
Në gjuhë shqipe si lëndë ke ku marrë në shkollën amerikane, sepse është sistemi me zgjedh lëndet, po lëndë zgjedhore edhe nuk e ku marrë atë, por mendoj u ka matematika më e lehtë. Daniel, a mund të nga tregosh për përshtypjet e tua tek populli i Kosovës dhe tek populli i Korejës? Cilat janë të përbashkëtat edhe të veçantat e dy popujve? Populli korean me popullin shqiptar ka gjërat të ndryshme, për gjithashtu gjërat të ndryshme, por sipërfaqësisht kemi dallime, por mendoj me kulturën, edhe pse është ndryshme, ndoket ka pak si ngjajshëm. Për shembull, disa shtete në Kore në kohën e vjetër kanë jetuar si familje të mëdha, gjyshi, vëllezër, si bashkësi të mëdha, po gjitha shtetet në Kosovë kanë vrejtë që jetojnë krejtë së bashku. Përveç dynerit që përgatitet edhe në Kosovë, cilat ushqime tradicionale shqiptare i pëlqejnë Danielit? Pëlqen më shumë të dyneri, por prej ushqime shqiptar, më pëlqen pitja më pëlqen shumë. Pitja me kungo. Po flia, pasulje. Po gjithashtu edhe flia, pasulje, kur dal jashtë me shokët. Por, nuk kam problem me ngrënë ushqim shqiptar. Më pëlqen shumë. Po sa i përket vajzave, pëlqejnë më shumë vajzat koreane apo ato shqiptare? Cilat janë përshtypjet e tua? Po vajzat koreane me vajzat shqiptare janë ndryshe. Por unë nuk me thonë mua më pëlqen më shumë një popull se sa tjetri, edhe pse jam popull korean, por përket famjes, mendoj që kam bukurinë e ndryshme. Për shembull, ne koreanët kemi sytë pak të ndryshme, punën, gjatësit, edhe stilin. Kosovës është ma shumë si Barbie, ma shumë si kukull se sa një njeri. Janë bukra si kukullat? Po, pak më gjata, pak më të nubullakta. Ndërsa koreanët janë bukra si? Si njeri. Po kë do të zgjidhte Danieli, një koreane apo një shqiptare? Apo ndoshta kombinimi do të ishte shumë më i mirë? S'podita është... Po, shumë ide e mirë. Mendoj kombinimi i shkon shumë mirë, do të ishte shumë mirë. Gjithë fëmijët kur të rritën mendojnë se çka do të bëjnë, domethënë të zgjedhin profesionin e tyre. Kur ke qenë i vogël, çka ke pas dëshirë të bësh kur të rritesh? Po kam pasur shumë ëndrat. Njëra prej tyre është doktor, mësues, trajner, sepse babi im ushtron taekwondo, edhe ashtu prej familjes kam ushtruar taekwondo edhe kam menduar që diçka që më pëlqen, çka di mirë me bo, duhet me pasi punë. Kam filluar me mendu që është një punë e nevojshme, si mjekësia. Edhe atë kam filluar me mendu, kam dëshirë më bo doktor. Por duke rritur, kjo ka ndryshuar pak, edhe u ndryshuar në degën stomatologjisë, dentist. Mësimet në fakultetin e mjekësisë nuk janë edhe aq të lehta, mirë po me ndihmën e kolegëve dhe profesorëve, Danieli mundohet të kalojë çdo vështirësi. Është me të vërtet vështirë me mësimet, edhe lëndet janë shumë, kanë disa provime që s'e kam kryer, por përket shokut, gjithmonë mbështesin mua, edhe më tregojnë nëse kanë ndonjë pyetje gjithmonë tregojnë. Ai ende nuk ka menduar ku të jetoj, mirë po vendi i tij i preferuar është Kosova. Je rritur në Kosovë, ndërsa në Kore ke qenë vetëm 2 herë. Na trego pak a shumë për përshtypjet që ke fituar për Kore, njerëzit, jetën, stilin e jetës, dinamikën e jetës, atje dhe këtu në Kosovë. Shumë kurset në Kore. Edhe fëmijët mësojnë taekwondo, jo karate, taekwondo, mësojnë gjuhën anglisht,
gjuhën angleze, piano, vizatim. Në Kore është jeta më shumë dinamike se sa në Kosovë. Këtë na e tregon edhe Danieli përmes disa shembujve. Po, jeta është pak më dinamike. Në Kosovë, edhe Kosovë është shumë dinamike, por mendoj është pak më, koha shkon pak më ngadalë, duket në Kosovë. Për shembull, kur shkon në shkollë, mëson, edhe nuk je shumë i stresuar, mendoj. Edhe ke shumë pushime të gjata, verës, për thonë. Në Kore nuk keni pushime të gjata? Kemi pushime të gjata, por nuk është 2-3 muaj. 2-3 muaj, është 1 muaj gjysmë 2. Daniel, je rritur në Kosovë dhe pjesën më të madhe të fëmijërisë tënde ke kaluar këto. Sa ndihesh shqiptar dhe sa korean? Realisht, në Kosovë kam jetuar më gjatë se sa në Kore, por ndihem, mendoj, më shumë si korean, sepse Ndihesh shqiptar? se sa shqiptar, sepse në shtëpi për shembull, gjithmonë hajm ushqim korean, flasim gjuhën koreane, kemi kulturën e Koreas. Por gjithashtu ndihem edhe si shqiptar, sepse me ndërvendje veproj si shqiptar, edhe nuk e vrej që jam të vepru si shqiptar, por njerëzit afër meje ose prindërit e mi më thojnë që e të vepru si shqiptar, edhe atëherë e di që jam bos si shqiptar. Danieli ushtron taekwondo që nga fëmijëria, sport ky që e ka trashëguar nga babai i tij. Danielu këtu po shoh edhe disa medalje të cilat i ke fituar në për vende të ndryshme. Çfarë medaljesh janë këto, Daniel? Na trego edhe ku i ke fituar. Po, këto medaljet janë shumica prej taekwondos. Kur isha më i vogël, kur isha pak më i lirë, kam dalë në gara të ndryshme të taekwondos. Këtu ka në Prishtinë, Ferranda. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. Save the last dance for me. Daniel, çka ka bërë më shumë ti përshtypje në Kosovë dhe a ju kishe rekomandu edhe të tjerëve të vinë ta vizitojnë Kosovën? Edhe pse njerëzit në Kosovë nuk e din disa njerëzit në Kosovë, por malet në Kosovë si Bjeshkë të Sharit, ose Nemunës, ose Ujvarja në Pej, po, gjithashtu ka shumë historit vjetra, sepse ka ndodhur shumë gjërat në këtë vend. Dhe u mendoj që ka shumë gjëra për me pa, me ndihë, edhe me mësu. Mu më pëlqen Kosova, normal, edhe shpresoj edhe atyreve pëlqen Kosova. Urojmë që Danieli të jetë gjithmonë i mikpritur në mesin e shqiptarëve, ashtu që në Kosovë të ndihej si të ishte shqiptar. So darling, save the last